Radio Shkupi. Radio Malizi. Programi i përbashkët me zhvillimet që të kalojnë kufinë shtetëror. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e të Radios Malizi. Po takohemi në emisionin tonë të përbashkët të 4 radiove publike të rajonit me një temë si zakonisht të përbashkët dhe me interes për gjithë rajonin tonë. Sot bashkë me kolegët e mi në Tiranë, në Shkup e Podgorisë kemi vendosur të flasim për themelimin e Bordit të Paqes dhe paqartësitë në krijimin e rendit të ri botëror, ndikimin e këtij pakti në rajonin tonë. Unë Mirvete Uka që flas nga Radio Kosova kam ftuar doktorin e shkencave Behar Haziri, doktor në shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Zoti Haziri, faleminderit shumë që u përgjigje ftesës tonë dhe mirë se erdhën në studion e Radio Kosovës. Ndërkaq në studion e Radio Tiranës, kolegu im Jau Margjeka ka ftuar profesorin Geron Kamberi nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes. Kolegët më thonë se kam linjën të mirë dhe jemi në linjë me Shkupin e Tiranës. Jau na dëgjon? Përshëndetje nga Radio Tirana, mirëvete për ju të ftuarin tuaj, përshëndetje për të gjithë kolegët dhe të gjithë dëgjuesit që janë sot me ne në Pakufi. Siç thatë edhe ju, unë jam tani në studio me profesor Geron Kamberin nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes. Profesor Kamberi, faleminderit shumë për kontributin sot në Pakufi. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Faleminderit Jahu, falenderojmë shumë profesor Kamberin dhe kalojmë linjën tek kolegu Mehmet Ali Jusufi në Shkup. Ai ka ftuar Bajram Ramazani Nasipi, analist, autor librash sociopolitike. Mehmet Ali, na dëgjoni? Përshëndes edhe të ftuarit tuaj në Tiranë, Prishtinë, po edhe në Podgoricë, ashtu siç potencovi ftuari në Radio Shkup është Bajram Ramazani Nasipi, autor librash sociopolitike, analist. Po, Mehmet Ali. Ndërsa në studion e Malit të Zi në Podgorisë, kolegja jon Paula Dekaj ka bashkë biseduar me Naser Nikën, kryetari i shoqatës shqiptaro-amerikane. Do nisim bisedën këtu në studion e Radio Kosovës me doktorin e shkencave Behar Haziri. Zoti Haziri, këtë muaj kishte një iniciativë nga presidenti Trump, themelimi i Bordit të Paqes, në të cilin u ftua edhe Kosova edhe Shqipëria, janë dy ndër shtetet themeltare. Shqipëria nuk ishte e pranishme, por e pranoi këtë, ndërkaq që presidentja jon na përfaqësoi atje. Dhe ne sot fillimisht do doja të flasim pak për çfarë është ky bord, rëndësinë, shtetet që marrin pjesë, pastaj për rolin e Kosovës dhe për interesin e Kosovës për të qenë pjesë, po sigurisht edhe për vende tjera të rajonit. Çfarë do të thotë ky bord? Ka disa ngjashmëri me Ligën e Kombeve që ishte formuar pas luftës së parë botërore, iniciative e presidentit amerikan, themelimi në një shtet pavarur në Zvicër, ndodhte po ashtu, edhe ai kishte për synim paqen. Mirë, por në ndërkohë që ne kemi Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Aleancën Ushtarake të NATO-s, po mos harrojt përmendin edhe BRICS-in si një iniciativë ruso-kineze. Çfarë do të thotë bordi i paqes themeluar nga presidenti Trump? Iniciativa e presidentit Trump për të themeluar bordin e paqes është një domosdoshmëri e kohës për shkak të krijimit të rrethanave për një rend të ri botëror. Rendi i ri botëror tashmë veç ka filluar. Do të nisma e parë e ndryshimeve globale është pandemia në vitin 2020-21, pastaj rrethana tjera gjeopolitike, gjeostrategjike dhe gjeoekonomike. Bordi i paqes ka lidhshmëri me Lidhjen e Kombeve të formuar në vitin 1920, pjesës së cilës ose anëtare themeluese së cilës ishte edhe Shqipëria, por natyra e vendimarrjes është paksa më ndryshe për shkak se kemi të bëjmë me një organizatë ndërkombëtare e cila themelohet një shekull pas dhe ndryshimet gjeopolitike, gjeoekonomike dhe gjeostrategjike janë jashtëzakonisht të mëdha. Pse ishte kërkesë për një organizatë ndërkombëtare? Bordi i paqes ishte një arsye e madhe për të krijuar për shkak neglizhencës së madhe për të zgjidhur probleme nga ana e Kombeve të Bashkuara. Bordi i paqes ishte një kërkesë për të zgjidhur problemet, megjithse akoma ne nuk e dim saktësisht se si do të veprojë, po mbi bazën e asaj që kem pasur lexua kartën themeluese të Bordit të Paqes, aty saktësohet që Bordi i Paqes
ose Këshilli i Paqes, si do ta quajmë, do të merret me zgjidhjen e konflikteve dhe vendosjen e paqes në shtete ose në rajone të caktuara. Tash vendosja e paqes nënkupton me zgjidh një problem. Problemi zgjidhet në dy mënyra. Nëse cenohet paqja, atë duhet ndërhy për ta parandaluar. Nëse ka konflikt, duhet zgjidh konflikti për të arritur drejtën e paqes. Do thotë, kjo që ka bërë presidenti Trump është një rëndësie të madhe. Siç ka theksuar ai, po siç edhe dihet nga analizat që i bëjmë ne në marrëdhënie ndërkombëtare, bordi i paqes nuk do të jetë në kundërshtim me OKB-n. Pse nuk u bë përmes OKB-s? Për shkak të faktit që njëra ndër vendet që ka të drejtën e vetos Rusia është në luftë me Ukrainën dhe kërkohet paqe edhe aty? Jo, bordi i paqes është miratuar një rezolutë në Kombet e Bashkuara për të themeluar bordin e paqes ose iniciativën për Gazë. Mirë po, bordi i paqes nuk është themeluar vetëm për Gazë. Këtë duhet ta kemi parasysh. Kjo është organizatë ndërkombëtare e cila me kalimin e kohës, do thotë në javët në vazhdim ose në muajt e ardhshëm, do ta merr atë forcën e veprimit të saj kur të zgjidhet edhe selia qendrore e saj, e që një propozim i imi kish më qenë me që Kosova është antare themeluese e saj, kish më qenë mirë që presidenti Osmani më ofru që selia qendrore e bordit të paqes më qenë Prishtina. Do të flasim pak më vonë sepse çështja e pranimit të Kosovës, padyshim që Kosova nuk mund t'i thotë jo në asnjë mënyrë iniciativës së presidentit amerikan, duke pas parasysh rrethanat tona dhe krimin e shtetit ton. Por si u bë për zgjedhja e vendeve? Ka akoma një hezitim nga vendet e fuqishme të Bashkimit Evropian për të qenë pjesë. Ka shumë paqartësi. Si e përzgjodhi presidenti amerikan përbërjen? Presidenti përzgjodhi disa shtete të rajoneve të caktuara. Përzgjodhi vende nga Evropa, nga Azia, nga Amerika Latine, do thotë gjithkund zgjodhi disa vende. Përzgjedhja nga Azia ishte kryesisht e shteteve të fuqishme. Për shembull Azerbajxhani, Kazakistani e tjerë ishin vende të cilët kanë burime natyrore jashtëzakonisht të mëdha. Përzgjedhja e Kosovës është një përzgjedhje e cila thjesht është një orientim ose një mundësi e mirë, një mundësi e artë, ose një ndihmë shumë e madhe nga ana amerikane për t'ia mundsuar Kosovës për herë të parë të jetë e pranishme në një organizatë ndërkombëtare. Ne jemi tani bën 18 vite që jemi shtet i pavarur dhe Kosova akoma nuk e ka zgjuar të drejtën për të qenë anëtare e një organizate ndërkombëtare. A mendoni se një legjitimitet ndërkombëtar Kosova mund të arrijë si formë alternative përmes këtij bordi me që nuk e kemi arritur përmes OKB-s? Në bordin e paqes Kosova ka mundësi të jashtëzakonshme për të manevruar. Të thotë, si antare themeluese, kjo e ka kryer detyrën në ditën që është themeluar organizata. Tani hyn në veprim diplomacia e saj. Të thotë, çfarë aftësi ka diplomacia e Kosovës për t'i bind shtetet antare, aty ka shtete për shembull është Kazakistani, është Azerbajxhani, është Armenia, është Argentina, është Maroku, ka shumë shtete të cilat nuk e kanë njohur Kosovën. A mund të presim njohje të reja Po sigurisht. Unë jam shumë i bindur që viti 2026 do të jetë viti i njohje shtesë për Kosovën, sepse të gjitha ato shtetet të cilat marrin pjesë në bordin e paqes do ta njohin Kosovën. Sepse janë të barabarta, kur ulen në tavolinë dhe janë të barabarta. Dhe nuk ekziston asnjë pretekst që mos ta njeh një shtet Kosovën, për shembull Argentina. Por me që karakteri i bordit të paqes është të zgjidh problemet, atë nëse ekziston një problem ndërmjet Argentinës dhe Kosovës, atë do të kërkohet të zgjidhet. Cili është problemi që Argentina nuk e njeh Kosovën? Për shembull, një prej sa i përket asaj që kanë reaguar disa shtete evropiane ose Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj bordit të paqes, është për shkak të natyrës së veprimit. Për shembull, bordi i paqes si organizatë ndërkombëtare e cenon veprimin e OSBE-s. Sepse edhe OSBE është një organizatë e cila mirret për të promovuar paqen. Mi po fleksibiliteti i organizatës si bordi i paqes do të jetë shumë më i madh se sa i OSBE-s, për shkak prezencës së Rusisë në OSBE. Bashkimi Evropian ka reaguar po ashtu ndaj bordit të paqes për arsye se mendojnë që bordi i paqes do ta anashkalojë OKB-n. Jo, nuk është e vërtetë. Tashti presidenti Trump e ka shpjeguar mirë, edhe kjo është ajo që do të pritej më vonë, është që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të largohen nga OKB-ja, ata do të jenë prezente aty, po do ta bëjnë të pafuqishme rolin e OKB-s ndër vite. Për shembull, mund ta shfrytëzojnë OKB-n vetëm për çështjen e vetos. Çdo vendim që vjen nga anëtarë të tjerë, Shtetet Bashkuara të vendosë vetë. Tërheqja e amerikanëve prej agjencioneve, tash së fundi para 4-5 ditëve është tërheqja edhe prej organizatës portuare të shëndetësisë,
tregon faktin se amerikanët janë duke u larguar, se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë u larguar gradualisht prej OKB-s për shkak të pafuqisë së saj në vendimmarrje. Tashti nëse e marrim parasysh që Bordi i Paqes e ka superfuqinë më të madhe botërore, pjesë të saj, dhe si nismë për themelimin e saj, duke marrë parasysh që amerikanët po ashtu udhëheqin me Bankën Botërore, po ashtu udhëheqin me NATO-n, atëherë del që Bordi i Paqes do të jetë një organizatë shumë më e fuqishme në të ardhmen se sa organizata të tjera. A pritet që t'i bashkohen edhe vendet e fuqishme të Bashkimit Evropian, për shembull Franca, Gjermania, kemi pasur reagime dhe mos pajtim, një konfuzion? Të gjitha shtetet do t'i bashkohen. Çështja e Francës, çështja e Britanisë së Madhe, lidhet më shumë me atë që ato shtete mendojnë hala që e kanë atë fuqinë, atë madhështinë e dikurshme. Si duket, ato nuk po janë gjende të kuptojnë dinamikën e zhvillimeve që është duke ndodhur në botë. Ose po mendojnë që t'i ruajnë interesat. Një prej probleme më të mëdha që ndodh në Bashkimin Evropian është që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian veprojnë për interesat të tyre, jo për interes të vetë Bashkimit Evropian. Për shembull, politika e jashtme është shumë më e pofuqishme se sa politika e jashtme e Gjermanisë ose e Francës. Por Bashkimi Evropian ka institucione, ka legjislacion, është një strukturë krejt tjetër. Ka të gjitha i ka, po ka kohezion në vendimmarrje. Për shkak se mënyra e të veprurit, e drejta e vetës, po e pengon jashtëzakonisht shumë fuqinë e vendimmarrjes në Bashkimin Evropian. Tani, ata kanë paralajmëruar disa reforma. Për shembull, një prej reforma është që me i dhënë drejt më shumë shteteve anëtare themeluese kundrejt shteteve tjera. Do si me zgjedh sikur një shtet me dy dhoma, për shembull, dhoma e parë dhe dhoma e dytë. Mirë po, kjo mbetet të shikohet. Tani për tani ne kemi një shtet antar të BE-s, i cili është BE antar, është Hungaria. Tregon që do të brenda Bashkimit Evropian ka thymbje të mëdha. E dyta, reagimi i Anglisë ose i Britanisë së Madhe. Reagimi i tij është për shkak ruajtjes së ndikimit të madh që ka në Commonwealth. Pjesë e Commonwealthit është Kanada. Thotë edhe Franca, edhe Britania dhe kanë interesa të mëdha në Kanadë. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka paralajmëruar që do në të ardhmen kanadezët duhet të bashkohen Shtetet Bashkuara të Amerikës për shkak të natyrës së lidhjeve. Do të vazhdojmë edhe me mysafirët e tjerë, zoti Behar, faleminderit shumë. Jaho? Po, vazhdojmë bisedën këtu në studion e Radio Tiranës me profesor Kamberin. Pa dashur të përsërisim ato që u thanë në studion e Radio Kosovës, edhe unë edhe mua më duhet ta pyes profesor Kamberin për atë se çfarë është Bordi i Paqes, si erdhi kjo iniciativë deri tek realizimi i saj nga presidenti i Shtetit Bashkuara, zoti Trump, a dublon organizma të tjerë, organizma ndërkombëtar si OKB ose BE të tjerë, si u bë edhe përzgjedhja e Shqipërisë në këtë bord dhe çfarë do të thotë për Shqipërinë qenia në Bordin e Paqes? Si vend themelues, si shtet themelues. Faleminderit për pyetjen. Bordi i Paqes në vetvete përbën një hap i cili fillesën e tij e ka që tek marrëveshja për paqen e Gazës, e cila unë nënshkrua në Shtëpinë e Bardhë në 29 shtator të vitit të kaluar, pra 29 shtator të vitit 2025, dhe më pas unë mbështet me një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, rezolutën e 17 nëntorit të 2025, rezoluta 2803, e cila përgjigj vërtetës pati abstenimin e Rusisë dhe të Kinës si një mundësi për të mos i dhënë, si thua, shkak Shteteve të Bashkuara të Amerikës të zemëroheshin nga një veto e këtyre dy vendeve. Pra bëri të mundur që Bordi i Paqes të përfshihesh si koncept brenda një rezolute që është një nga rezolutat më të rëndësishme që kemi ne aktualisht janë Kombet e Bashkuara. Çdo rezolut që del nga Këshilli i Sigurimit me rezolutat që kanë miratuar nga ato vende, si thua, kanë bërë ndryshime të mëdha në nivel global për shkak të peshës që kanë aktualisht Kombet e Bashkuara. Por momenti është shumë interesant nga pikpamja e përkimit kohor. Vitin e kaluar bota përkujtoi në 24 qershor të vitit të kaluar 80 vjetorin e nënshkrimit të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Dhe mbas 80 vjetësh,
Bota gjetet përballë në shkrimit një karte tjetër, në shkrimit të kartës së bordit të paqes, dhe këtu bashkohem me kolegu nga Kosova, e cili e përcaktoi këtë si fillimin e një rendi të ri botëror. Ka shumë përshkrime për këtë, që a është ky fillimi i një rendi të ri botëror, apo është fillimi i një ideje të re të presidentit Trump, i cili për së vërtetës dallohet, ka një stil shumë individual në mënyrën e të bërit të politikë, dhe për së vërtetës nuk është se e vret shumë mendjen se çfarë thonë të tjerët që vinë para apo pas ti. Kështu që nga kjo pikpamje unë do të theksoja që vetë bordi i paqes ka shënuar një kthesë të rëndësishme nga pikpamja e mënyrës se si po synohet tashmë të arrihet paqja në zonat të cilat janë në konflikt, veçanërisht atë me Gazën, por nga ana tjetër nga pikpamja formale është vijim i hapave që u ndërmarr, dhe këtu do të thoya që presidenti Trump ka pasur një merit veçantë dhe për shkak të marrëdhënieve të tij me kryeministrin izraelit. Netanyahu duhet ta theksoj që marrëveshja e 29 shtatorit për dhënien e fundit të konfliktit në Gazave, që shtoi rrugën për bordin e paqes, unë shkruaj gjatë vizitës së presidentit të kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e Bar në 29 shtator të vitit të kaluar. Dhe nga ana tjetër, vetë marrëveshja e bordit të paqes ka disa struktura brenda. Ka një bord ekzekutiv, i cili përbëhet nga 7 personalitete, ka një bord ekzekutiv për Gazën, brenda këtij, ka dhe një komitet për teknik për administrimin e Gazës. Pra, nga pikpamja formale, nëse do t'i referohemi strukturave që përfshin marrëveshja e bordit të paqes, duket sikur është një marrëveshje që do zbatohet posaçërisht vetëm për rindërtimin tashmë e Gazës, dhe zgjidhjen ndoshta përfundimtare të çështjes palestineze, një nga çështjet që kanë mbajtur të ndezur konfliktin në lindje të mesme për dekada të tëra. Por ajo çfarë ka ngritur një lloj shqetësimi, për të rikthyer pyetjes tuaj, është që vetë zoti Trump, në cilësinë e presidentit të Shtetit Bashkuara të Amerikës, gjatë deklaratës tij në samitin e Davosit të 22 janarit, ku nënshkrua me një pjesë e vendeve që ishin ftuar marrëveshja, pra jo të gjitha vendet ishin pranishme, ishin ftuar rreth 61 vende në fazën e parë, dhe marrëveshja u nënshkrua nga 19 që ishin të pranishëm aty në atë ceremoni, përfshirë dhe presidenten e Kosovës, zonja Vjosa Osmani. Ai bëri disa konsiderata jo fort pozitive në raport me rolin e Kombeve të Bashkuara, duke thënë që Kombet e Bashkuara më kanë penguar, asnjëherë nuk kanë qenë mbështetëse të iniciativave të mia, dhe kjo ka qenë një qasje që presidenti Trump e ka pasur në lidhje me rendin e bashkëpunimit shumë palësh, ose atë që quhet rendi ndërkombëtar i mbështetur mbi bashkëpunimin multilateral, që në mandatin e parë të tij si president në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo ngjalli edhe një qasje të veçantë nga kryeministri kanadez. Pikërisht, ndërsa qasja nga kryeministri kanadez do toja ishte si thua një kovë me ujë të ftohtë mbi gjithë ata që mund të kishin iluzion që ndoshta kjo mund të jetë e përkohshme, ai si thua me mënyrën e tij mos kemi parasysh dhe faktin që është një person shumë i mirë informuar dhe mirë edukuar, një profesor që ka mbaruar në Harvard, është doktoruar në Oxford, ka qenë guvernator i Bankës së Kanadas dhe i Bankës së Anglisë, ekonomist që ka punuar për Goldman Sachs, një nga kompanitë dhe bankat më të mëdha të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Pra, kryeministri kanadez mund të thua shumë gjëra, por nuk mund të situosh të vesh në dyshim shkallën e tij të informacionit. Dhe ai në përkufizimin dhe fjalimin e tij që bëri në samitin e Davosit tha, nuk tashmë situash çdo gjë ka rënë, neve po shkojmë drejt një rendi të ri, nuk kemi pse ta ushqejmë vetëm iluzione që kjo që po ndodh është ëndër, jo është një realitet, dhe këtij realiteti duhet i përballemi me një qasje krejt tjetër, dhe hodhi idenë e krijimit të boshtit të fuqive të mesme. Po vendet e vogla ku do jenë? A do mundën të bëjnë pjesë në ato fuqitë e mesme? Kjo është, siç thonë Amerikë, ç'është Shqipëria do të thotë. Siç thonë Amerikë, është një pyetje $1 milion dhe është paksa e vështirë, duke pasur parasysh që vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë dhe Shqipërinë dhe Kosovën, kanë ndërtuar tashmë edhe një marrëdhënie bashkëpunimi dhe situash strategjike dhe me Bashkimin Evropian, pra synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian. Kosova është një fazë tjetër, por Shqipëria tashmë është në përmbyllje të negociatave, nëse do t'i referohemi objektivit strategjik dhe politik që ka vendosur qoftë Komisioni Evropian, qoftë qeveria shqiptare, dhe një nga pikat që negocion qeveria shqiptare me Bashkimin Evropian është parafrimi i politikës së jashtme dhe sigurisë me ato të Bashkimit Evropian, që është një kusht
për një vend antar, pavarësisht edhe vende aktualisht antare siç është Hungaria apo Bullgaria ka një qasje disi të ndryshme dhe kjo është një nga arsyet që përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme dhe të sigurisë Kaja Kallas, jo më lart se dje ka kërkuar që të reformohet, të ndryshojë sistemi i votimit në Bashkimin Evropian, duke kërkuar që tashmë votimet të miratohen çdo projektlisht çdo vendim me shumicë të cilësuar dhe jo me unanimitet për çështjet që kanë lidhje me politikën e jashtme dhe sigurisë, sepse edhe vetë Bashkimi Evropian po e shikon që në këtë botë që po ndryshon me shpejtësi, dhe ai duhet të ndryshojë së brendshmi në mënyrë që të përballet me sfidat që po i dalin përpara dhe sfidat, po të kujtojmë një mallkim kinez, është po jetojmë në kohë shumë interesante. Po. Pra, po shkohet drejt një rendi të ri botror. Rendi i ri botror, në qoftë se do ta përkufizojmë me një fuqitë mëdha, fuqitë mesme edhe po, pikërisht ka një ndarje, siç është ka qenë ndarja e famshme tre botëve dikur, vendet kapitaliste, komunistëve dhe të paangazhuara dhe pastaj mbas viteve 90 u bë vendet e zhvilluara, vendet në zhvillim dhe vendet e pa zhvilluara. Dhe siç duket, vetë terminologjia marrëdhënieve ndërkombëtare ka nevojë veçanërisht për emra të ri dhe ndoshta jemi në këtë fazë. Po, edhe një kuriozitet tjetër, profesor. Kjo përzgjedhja e 61 vendeve sa ishin në fillim në bordin e paqes është paksa interesante. Kur se pari për Shqipërinë do të thotë edhe për Kosovën është goxha mirë, domethënë kur Shtetet e Bashkuara fuqia më e madhe e botës dhe presidenti i saj të beganisin, siç thuhet kështu në mënyrë popullore. Por në këto 61 vende kishte edhe shtete si Vietnami edhe të tjera, domethënë apo për gjeopolitik apo për çfarë? Në qoftë se do të bëjmë një interpretim, ka dy interpretime. Një interpretim është që lidhet me rajonin e Ballkanit, në këtë rast me faktorin shqiptar. Fakti që dy shtetet shqiptare që ekzistojnë në Ballkan u ftuan në këtë iniciativë tregon që roli i mbështetës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shqiptarën në Ballkan vazhdon të jetë edhe vëmendje. Edhe ketima dhe kjo duhet konsideruar si një përparësi strategjike për shqiptarët në Ballkan, pastaj se sa do të jenë në gjendje ta përdori faktori shqiptar këtë përparësi strategjike, kjo është një çështje tjetër, edhe meriton një diskutim tjetër. Ndërsa shtetet e tjera nga 192 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara, pra u ftua gati më pak se gjysma, po them, ajo kishte të bënte edhe me një qasje strategjike që kanë Shtetet e Bashkuara aktualisht, pra ato po rikthejnë një doktrine që vetë është emërtuar si doktrina Monroe, pra Shtetet e Bashkuara po synojnë që të kenë një qasje shumë më të fortë në atë që quhet hemisfera perëndimore, pra në zonën e Amerikës Latine dhe vendeve të tjera që lidhen me to. Është doktrina e forcës, që pas jo, është doktrina e interesit pas luftës dytë botërore sikur që balancuar, ose jo, pas luftës ftohtë, pas mbarimit të luftës ftohtë. Pas përfundimit të luftës ftohtë, thash, sistemi ndërkombëtar u mbështet te multilateralizmi, bashkëpunimi shumë palësh. Ky ishte në momentin që ranë dy bloqet kryesore, u pa e mundur që tashmë dhe kemi pas shumë raste ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi dhe Rusia dhe Bashkimi Evropian kanë qenë bashkë në zgjidhjen e shumë konflikteve pas viteve 90. Edhe në shumë raste edhe për përballimin e terrorizmit, konfliktet në Ballkan e kështu me radhë. Edhe një gjë shkurt se duhet ta kalojmë linjën te kolegët. Qëndrimi i Evropës, qasja e disa vendeve të Evropës ndaj këtij bordi. Qasja e Evropës dhe më shajs vendeve kryesore, Italia, Franca, Gjermania etj., po dhe vende të tjera lidhen me faktin që ata e shohin me shqetësim një lloj protagonizmi të presidentit amerikan Trump në çështjet e politikës ndërkombëtare dhe me për izë vërtetës nuk u pëlqen shumë dhe stili i tij i të bërit diplomaci dhe politik, dhe nga ana tjetër shikojnë se një lloj shmangje, pavarësisht se ata u ftuan, por shohin shmangje të Kombeve të Bashkuara, duke qenë se Bashkimi Evropian edhe në gjitha traktatet e tij e mbështet parimin e bashkëpunimit tek ajo që quhet parimi i diplomacisë shumë palçe. Dhe nuk pëlqen që të shkohet drejt një formave dhe mënyrave të tjera të cilat mund të vënë në diskutim rendin aktual ndërkombëtar që është ndërtuar deri tani. Faleminderit profesor Gamberi. Faleminderit për këtë pjesë të komunikimit në Pakufi. Kalojmë mikrofonin tek kolegët. Mirëvete. Po ja, unë faleminderit shumë
Profesor Kamberi, dhe tani do të kalojmë linjën tek Mehmet Ali. Po, mirë vete, këtu është i ftuari, faleminderit. Vazhdojmë. Profesor, diskutohet për rendin e ri botror, flitet se si ne do ta gjejmë veten si shtete shqiptare të Ballkanit të rend dhe ku janë shkaqet, domethënë mendohet se bordi i paqes kishte të bëjë me vatrat e luftës në Gaza, në Ukrainë dhe në fakt a mund të jetë një anticipim i një rendi të ri që ka një kohë gjatë që diskutohet rendi i ri dhe pak a shumë është i paqartë siç u tha edhe në Radio Kosovë edhe në Tiranë. Po, falënderit Mehmet Ali, spari ju përshëndes ju gjithashtu edhe musafirët në studiot përkase të trojeve shqiptare, në Prishtinë, Tiranë, Podgoricë. I falenderoj zotërit që më parë ju qasën kësaj teme në një mënyrë shumë interesante. Shiko, jemi dëshmitar të lëvizjeve apo të rrjedhave aktuale politike në nivel global, por me një protagonizëm të theksuar nga presidenti Trump, e që unë kam një mendim personal, domethënë pikërisht me një protagonizëm personal të atij, sepse nuk e di pse kam përshtypjen se po të mos ishte zgjedhur presidenti Trump në SBA, nuk do të ishin ky diskurs global politik dhe geostrategjik, por që Trumpi është personazh ose personalitet i tillë që vjen nga është një lloj, si të them, një lloj karakteri gjys me kapital, një lloj demokrati kapitalist, ose nëse flas në terma politikës është një lloj plutokrati i cili mbi gjitha vendos ndoshta po them paran ose pasurinë ose forcën monetare ose kontrollimin monetar në nivel global. Prandaj dhe është për disa shtete të botës, madje edhe një shumicë e shteteve të botës, edhe zgjedhja e tij ka qenë e pranuar me një lloj skepticizmi, tu e ditë karakterin e tij të rebelit, nëse mund ta përdori kështu, në aspektin politik. Po e kemi parë, domethënë, që nga mandati paraprak, po sidomos tash me këtë mandatin e ri, Trumpi ka marrë një hovë zhvillimesh politike, strategjike etj në bord që po i tregon botës muskujt atë që e shprehi ose e shfaqi në kampanjën e tij parazgjedhore, duke thënë se America's First, domethënë po do t'ja dëshmon botës dhe zgjedhësve të tij se unë atë që kam thënë gjatë kampanjës dua ta realizoj atë sa më shpejt, sepse edhe ndoshta nuk më dëgjojnë, nuk më premton edhe mosha, meqense është një moshë kogja të shtyrë, por që ta realizon atë idenë, atë planin që e ka pas në mendjen ose në kokën e tij, e që me një shfarmime e ka, nëse mund të them, e ka tronditur botën, domthonë e ka trazuar botën me këto lëvizjet e tij që për shumë ekspertë dhe shumë analistë nuk është qasje mjaftueshëm serioze politike në kuptimin që kur bëhet fjalë për SBA-n, që është një fuqi ose superfuqia e më e madhe në botë, dhe bota është mësuar që nga Amerika ose nga SBA-ja të dëgjojnë zëra shumë serioze, shumë të matur, shumë të konsoliduar në politikat e saj, kurse tek Trumpi shohim një lloj lëvizje jo shumë stabile, por një lloj disa veprime, si të them, heterogjene, që her lart, her poshtë, duke marrë me një fjalor ndoshta edhe her pas here edhe kërcënues ndaj disa vendeve, ndaj disa popujve, ndaj disa shtete, organizatave të ndryshme. To e pas parasysh
vetëm disa ticeke për shembull të pas parasysh vetëm kur erdhi në pushtet gjërat e para që i mori, domethënë e mbylli zërin e Amerikës, domethënë televizionin zëri i Amerikës, që është një diçka shokuese për gjitha popujt e botës që kanë pas një lloj burimi informacione shumë serioz, por që ky e mbylli me mendimin e tij, ndoshta që është jashta kornizës ose jashta kontrollit të tij në aspektin mediatik. Edhe disa veprime tjera, pastaj mund të ketë cinizëm në deklaratën e tij se unë dëshiroj si thua çmimin e Nobel për paqe për faktin që disa vende të krizës që ishe ndërta Gaza, Ukraina, po si thua po arrin të gjejë një paqe, një kompromis mes shtetet atëruara, nga ana tjetër është si thua kontradiktore fakti që kohës fundit shohim që është mobilizuar ka shquar në pjesën e rëndësishme. Megjithatë, ne presim shumë dodhi, sepse është mes dheu aty ku janë sfiduesi Turqia në një anë. Ne jemi shumë të njohur dhe të vetëdijshëm që pas luftës së parë botërore u themelua organizata Lidhja e Kombeve, që shpresoi dhe pretendoi që do ta ruan paqen në botë apo jo. Por që nuk ndodhi një gjë e tillë, duke pas parasysh se pas pak viteve filloi lufta e dytë botërore. Po dhe KB-ja po dështon nuk ka forcën ekzekutive. Dhe pas përfundimit të luftës dytë botërore me gjithë ato pasojat të marramense të pa imagjinueshme në botë, u themelua me plot drejt, po them, Organizata e Kombeve të Bashkuara, ku përfshin, domethënë sot janë përfshirë thujse gjitha shtetet e botës, ashtu. Por që Trumpi me atë stilin e tij politik e sheh është duke e pa Organizatën e Kombeve të Bashkuara si diçka e pa aft ose diçka si është e kontrolluar nga ndonjë fuqi e errët ose ndonjë fuqi e pa dukshme ose e pa perceptueshme, dhe që nuk po e luan rolin e saj. Emmanuel, ky Macron tha që nuk ka konspiracione në Kombet e Bashkuara. Pa sigurisht tash pra liderët politik ose udhëheqësit shtetëror i kanë ato fjalorin e tyre diplomatik ose strategjik që her pas here shumë jashtëzakonisht bukur dinë ta përdorin për të qetësuar zgjedhësit, për të sensibilizuar opinionin e tjerë, por që gjërat po shihen në terren, sepse shiko, ne jemi duhet ta themi të vërtetën, duhet ta themi atë që po ndodh, spaku atë që po e shohim. Në 3 dekadat e fundit kanë ndodhur shumë luftra në botë, duke filluar që nga lufta në Afganistan, domethënë lufta Rusi-Afganistan, pastaj luftat në Siri, në Irak, lufta në Ukrainë, që po ende jemi sot në ditët që po flasim, luftën që ka 2 vjeçare në Gaza, në Palestinë. Domethënë nuk e di si mund t'i thuhet kësaj përpos një luftë botërore apo jo. Por e shtrirë në vite. Mund thuhet e kontrolluar. Po, ashtu, sepse edhe në luftën dytë botërore nuk kanë marrë pjesë gjitha shtetet e botës, por një numër i saktuar i tyre. Kështu që sikurse Trumpi shef një lloj post lufte botërore, po them, bordin e paqes. Kontekstja asaj që thash, dhe duke janë anashkaluar, duke i shkelur Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ai në kokën e vet ose nga iniciativa e dikujt tjetër, nuk e di, dhe insistoi ose dhe ja arriti qëllimit, domethënë të përformimin e këtij bordi të paqes në botë, ku e mor si shkas, domethënë luftën në Palestinë mes Izraelit dhe Palestinës në Gaza, edhe që domethënë që u bë marrëveshja, mes për paqe mes palestinezve edhe jaudizmin, edhe Izraelit me ndërmjetësimin e disa fuqive që janë SBA-ja e Turqia e tjerë, por që edhe si derivat i kësaj erdhi deri te bordi
i përpaqe në bord që është, si që thanë zotrit pak më herët, një lloj na beganisën ato neve. një lloj rivaliteti drejtën ta them i OKB-s. Çfarë është më interesante, vendet e fuqishme, domthonë fuqit e larta, po them ose superfuqit botërore siç janë Gjermania, Franca, Anglia, Kanadaja e tjerë, Kina, India këta. Thjesht nuk janë të përfshirë ose nuk janë të ftuara në këtë bord paqe dhe këta me një çfarë mënyre nëse do ta zbresim në kontekstin e popullor. Do të thënë çka u bë me ne, çfarë bordit paqes do të kemi në botë kur ne jemi në tavolinë, kur ne jemi atë. Por me këtë edhe një herë po hipotetizoj, Trumpi i ka tregu këtë botës ose po i tregon botës se në këtë botë për momentin është shebaja ajo që ka edhe shkopin, edhe bastonin, edhe karrotën që ju sa doni që u mundoheni të bëni atë që mendoni se duhet bëni, prapë se jeni një lloj hiçi në krahasim me shebat, që korrespondon me faktin që America's first, domethënë Amerika është e para dhe mirë po baras vlerë me këtë që tham deri tani, Trumpi në një anë formon ose konsolidon bordin e paqes për të zgjidhur probleme, për të sjell paqe në botë etj. Por në anën tjetër, bashkërisht domethënë përkohësisht do vazhdojmë pjesën e dytë. Faleminderit për gjithë këta. Faleminderit shumë. Nuk ka fund të analizat me Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë. I kërkoj falje kolegëve me këtë bisedë që e zgata pak ndoshta, por modeste shumë. Ju faleminderit shumë. Do të vazhdojmë tani duke transmetuar kronikën e përgatitur nga kolegja jon Paula Dekaj në Podgorisë, sikur e paralajmërova, ajo ka bashkë biseduar me Naser Nikën, kryetari i shoqatës shqiptaro-amerikane dhe e ndjekim në vazhdim. Të nderuar dëgjues, të nderuar kolegë dhe ju në studio. Ju përshëndesim nga Radio e Malit të Zi. Themelimi i bordit të paqes në Davos të Zvicrës, një javë më parë, me arsyetimin se kjo nismë synon të kontribojë në rindërtimin e Gazës dhe në zgjidhjen e konflikteve globale, ka tërhequr vëmendje edhe në Mal të Zi, por edhe përtej tij. Themelimin e kësaj organizate dhe paqartësitë në krijimin e rendit të ri botëror, për emisionin Pa Kufi i ka komentuar aktivisti Naser Nika, kryetari i shoqatës shqiptaro-amerikane në Staten Island. Ai është gjithashtu një lobist i shquar për çdo temë që prek komunitetin shqiptar në Amerikë, por edhe në Maltëzie më gjerë. Në pyetjen tonë se si ai e vlerëson këtë hap të presidentit Trump dhe çfarë mesazhi politik mendon se po përcjell ai në këtë fazë të marrëdhënieve ndërkombëtare me themelimin e një organizate të tillë, aktivisti Nika shprehet. Krijimi i bordit të paqes tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë të luajnë rol direkt në zgjidhjen e konflikteve globale dhe rindërtimin e Gazës. Duke treguar leadership jashtë strukturave tradicionale si OKB, mesazhi është i fuqishëm i veprimit amerikan dhe iniciativa personale në diplomaci. Rikujtojmë se më herët presidenti Trump ka deklaruar se ky bord mund të zëvendësojë Kombet e Bashkuara, duke theksuar gjithashtu se në përfundimin e disa luftrave nuk ka bashkëpunuar fare me OKB-n dhe se sipas tij ajo ka dështuar të veprojë me efikasitet. Mundësi që krijimi i një strukture të tillë paralele të rrezikojë dobësimin e rendit ekzistues ndërkombëtar dhe të institucioneve multilaterale, apo që të shihet si një përpjekje për reformimin e tyre, mund të jenë reale, beson aktivisti Naser Nika. Nëse bordi vepron si alternativë e OKB-s, mund të dobësoj autoritetin e saj dhe të fragmentojnë koordinimin ndërkombëtar, duke krijuar tensione mes institucioneve ekzistuese dhe strukturave të reja.
Ndër vendet që kanë shprehur gatishmëri për të përfshirë në këtë bord është dhe Shqipëria, e cila ditën e djeshme u pranua zyrtarisht si anëtare themeluese e organizatës ndërkombëtare. Ndërkohë, në anën tjetër, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka firmosur karten e anëtarësimit një javë më herët në prani të liderëve nga linja e mesme dhe Amerika Latine, përfshirë përfaqësues nga Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Argentina dhe Paraguay. Por, a do të kenë ndikime politike dhe strategjike për Shqipërinë dhe Kosovën në raport me aleatet e tyre, përfshirja në këtë organizatë të re ndërkombëtare. Përfitimi është rritja profilit ndërkombëtar dhe forcimit të lidhjeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka rrezik të tensionohen marrëdhëniet me aleate tradicionale të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Vendimi kërkon kujdes diplomatik. Ndërkohë që Shqipëria dhe Kosova tashmë janë shtete anëtare themeluese të Bordit të Paqes, dhe kjo është cilësuar si përfshirje e rëndësishme në mekanizma ndërkombëtar të paqes dhe bashkëpunimit global, Mali i Zi ende nuk është deklaruar. Duke pasur parasysh pozicionin e Malit të Zi në rajon, anëtarësimin e tij në NATO dhe aspiratat evropiane, mbetet në pikpyetje nëse Mali i Zi duhet të ftohet ose të shprehë interes për të bërë pjesë e Bordit të Paqes. Duke qenë anëtar NATO dhe aspirant për Bashkimin Evropian, më së arsyeshme është që të qëndrojnë rezervuar ndaj bordit për të ruajtur koherencën dhe politikën e aleateve dhe besueshmërinë ndërkombëtare. Trazira sociale dhe konfliktet globale padyshim që kanë ndikuar në jetën e të gjithëve, qoftë duke prekur ekonominë apo sigurinë. Përpjekjet e Shtetit të Bashkuara në krye me presidentin Donald Trump për t'i dhënë fund luftrave dhe ndërhyrja drejt për drejt e tij në rindërtimin e Gazës, si dhe gatishmëria e vendeve si Shqipëria apo Kosova për të përkrahur një iniciativë të tillë, tregojnë për besimin që këto vende kanë ndaj Shteteve të Bashkuara. Për emisionin Pa Kufi nga Podgorica, Paula Dekaj. Pra, ndoqëm kronikën e përgatitur nga kolega jon Paula Dekaj në studion e Podgoricës në radion Mali Zi. Do të vazhdojmë bisedën këtu me mysafirin tim, me zotin Behar Haziri. Zoti Haziri, në udhkryqet e historisë, nëse mund ta quaj kështu, është shumë e rëndësishme ku zën vend, ku rreshtohen popujt e vegjël, shtetet e vogla. Tani ndryshe nga ajo që u tha, Mali Zi është antar i NATO-s dhe pretendon Bashkimin Evropian, njëjtë është dhe Maqedonia shteti i NATO-s. Shqipëria është më afër se çdo vend tjetër me Bashkimin Evropian dhe është shtet i NATO-s. Tani skeptikët mund të thonë se Trump zgjodhi shqiptarët se këto dy vende i ka të sigurta, se do ta ndjekin pas dhe mbase për rritje të numrit për fillimin e këtij themelimit të këtij bordi. Por optimistët mund të thonë të kundërtën se mbase na përzgjodhi se ka ndonjë plan konkret të mirë për ne, me shpresë se nuk i ka harruar Ballkanin dhe se mund të presim të mira të tjera, sidomos për rastin e Kosovës, marr parasysh edhe faktin se Kombet e Bashkuara vazhdimisht në çdo 6 muaj OKB, Këshilli i Sigurimit mban atë seancën që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e tejkaluar dhe vazhdimisht kundërshtohet, se nuk është nevojshme thuhet që të vazhdo të mbahet një seancë e tillë për Kosovën si shtet i pavarur. Presidentja jon e përfaqësoi Kosovën dhe ishte edhe nënshkruese e këtij paktit, por nuk pam se pati një diskutim ndër institucional, sado që ajo përfaqëson interesat e shtetit, politikën e jashtme të shtetit, po megjithatë, a do duhet të kishte një diskutim ndër institucional, edhe pse unë nuk dëshoj fare që dikush nga subjektet tonë politike do t'i thotë jo një iniciative amerikane, por nuk i kemi dëgjuar as mendimin e kryeministrit në detyrë zotit Albin Kurti, apo mos është kjo një strategji e institucioneve tona për ta mbajtur mirë me shtetet e BE-s, edhe me pretendimin për të qenë pjesë e NATO-s dhe në të njëjtën kohë për të qenë edhe me bordin e paqes. Së pari, dua ta theksoj një thënie të presidentit Roosevelt, i cili thot në politik asgjë nuk ndodh rastësisht. Po dhe nëse ndodh, ka qenë e planifikuar më herët. Dokumenti ose strategjia e politikës jashtme amerikane dhe strategjia e mbrojtjes amerikane
që janë projekte afatgjate për 20-30 vite të ardhshëm, e kanë parashikuar që Kosova nuk duhet të ketë ndryshime të kufive të saj, dhe se Kosova është në qendër të vëmendjes të Shtetet Bashkuara të Amerikës, si një aleat i vogël. Në marrëdhënie ndërkombëtare ekziston një kategorizim i shteteve. Shtetet superfuqi, shtetet fuqi të mëdha, shtetet e mesme dhe shtetet e vogla. Të gjitha këto kanë mundësi mbjetese, edhe superfuqit, edhe fuqitë e mëdha, edhe shtetet e mesme. Shtetet e vogla janë shtete që konsiderohen që nuk kanë kurrë ndikimi as në rajon. Për shembull, Kosova s'ka kurrë ndikim në Shqipëri apo Malzi apo Maqedoni, po e njëjta as Shqipëria nuk ka kurrë ndikimi në Kosovë apo në rajon në vende të tjera. Këto shtete mbjetojnë vetëm kur janë në aleanca me superfuqitë e mëdha. Pjesëmarrja e Kosovës pa diskutim para prag në kuvendin e Kosovës, ashtu siç po pretendohet, ka qenë e pamundshme. Aktualisht ne nuk kemi kuvend, mbase nuk kishte mundësi të diskutohej në kuvend, po edhe sikur të ishte. Edhe sikur të ishte kuvend. Në politikën e jashtme ekzistojnë dy qasje të ndryshme. Ekziston qasja realizmit dhe liberalizmit. Të paktën në opinionin amerikan, po që do duhet të ishte e pranishme edhe tek ne. Me që po synojmë perëndimin, atë do të marrim vlera perëndimore. Qasja e realizmit thotë kështu, që jo gjithçka që ndodh në politikën e jashtme duhet të diskutohet. Ekzistojnë diçka që nuk diskutohet. Mirë vendime, hapa konkret, ecet tutje. Sillet për ratifikim, pastaj në sigurisht. Dokumenti do të jenë për ratifikim në kuvend. Nëse dikush ka ose është kundër atij dokumenti, le ta ngrit dorën dhe thotë unë jam kundër atij dokumenti. Mirë po, Kosova asnjëherë më parë nuk e ka pas një mundësi të ardhë për të qenë pjesë e organizatës. Ju jeni dëshmitar, si gjithë ne qytetarët e Kosovës, çfarë na kanë bërë këto 18 vite. Nuk e plotësoni këtë kriter. Na kanë thonë, Komisioni Evropian ka thonë që ju i plotësoni kriteret e liberalizimit të vizave. Dhe ka vazhduar të na mbajë. Parlamenti ka thonë po, Këshilli Evropian thotë jo. Së paku tjerë ka pas rekomandime madje nga Komisioni, por Këshilli Evropian madje thotë po, Franca dhe Holanda thonë jo. E tani si duhet i përgjigjen e Bashkimit Evropian? Do thotë, Bashkimi Evropian e ka një qasje tepër të gabuar në raport me shtetet që pretendojnë të jenë anëtare. Të mos harrojmë një gjë. Kosova është i vetmi shtet në Ballkan i cili më së miri plotëson kriteret për të qenë anëtar i Bashkimit Evropian. Do se është i vetmi shtet i cili të gjithë kornizën ligjore e ka të parafruar me atë që quhet akuz komuniter të Bashkimit Evropian. Do thotë, gjitha ligjet janë në harmoni. Këto shtete tjera që kanë marrë statusin kandidat, to duhet të përmisojnë ligjet. Kapitujt janë për përmirësimin e ligjit dhe parafrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Po çfarë obligime do ketë Kosova karshi Bordit si Kosova si shtet i vogël duhet nuk ka asnjë obligim. Merr pjesë në seanca, e shfrytëzon ashtu siç thash merr diplomacinë e saj për të arritur efektin e vet në brenda bordit. Nëse duhet të votohet për diçka, për arritjen e një paqe, pse mos ta bëni? A duhet të kontribuojë edhe financiarisht? Po edhe në OKB kontribuohet financiarisht. Po edhe NATO kontribuohet. Bile më është të përcaktuar tash me sigurisht presidenti Trump po edhe në BE, edhe në BE kontribuohet financiarisht. Do të në çdo organizëm ndërkombëtar duhet të jepën parat. Tani në bazë në ato që e pashën në kartën e bordit të paqes, ku ke kapitulli 6 për çështjen e të ardhrave, aty thuhet që këto të ardha nuk mlidhen, nuk kanë destinacion këto të ardha të shkojnë diku tjetër, por të krijojnë kushte që bordi i paqes të veprojë sa më mirë, të operojë sa më mirë. Do të këto janë një grup të ardhrash që mlidhen dhe mandej shpërndahen aty ku mendon, sepse bordi i paqes e ka një pikë shumë interesante aty ku thotë ka të drejtën të blej prona. Për shembull, nëse në Kosovë dëshiron të ngrit një zyrë të saj, ai ka të drejtë me e blej një pronë. Cilë do të jenë mekanizmat për të ndikuar në këtë? Marr parasysh për shembull, nëse flasim për NATO, është aleancë ushtarake dhe ka forcën ose angazhimin, themelimin e brisit me iniciativën e Rusisë dhe të Kinës që pretendohet që është një forcë ekonomike, por nuk do të thotë që nuk ka për qëllim edhe çështjet politike, sepse edhe këtu kemi atë rreshtimin e fuqive dhe që një ditë mund të jetë edhe një
i karshillok të themi këtij bordi apo anasjellës. Cilë do të jenë mekanizmat e këtij bordi për të vendosur paqen atë çfarë thirrët? Tani në bazë të kartës së bordit të paqes, mekanizmat e veprimit e saj akoma janë jo të dukshme, sepse akoma nuk kemi një seli qendrore të saj, nuk e dim ndoshta brenda muajit, ndoshta do të antarësohet edhe Egjipti, do të antarësohet edhe Izraeli, do të antarësohen edhe shtetet tjera, akoma nuk është, bordi i paqes nuk është i konsoliduar mbi ato 61 shtete të cilat i ka ftuar. Sigurisht. Tani kjo ajo që presim ne, për shembull, ne si Kosovë presim që bordi i paqes ka me reagu jashtëzakonisht shpejt për zgjidhjen e problemit Kosovë-Serbi. Dhe që për neve është të rëndësishme të marrë fund një herë për sigurisht, dhe kjo mandej të shënohet si sukses i bordit të paqes. Dhe kjo do të merr jehon të madhe në nivel botëror. Zoti Haziri, faleminderit shumë se do të lëm pak radhën në minutat e fundit mirë keq, por do të lëm pak radhën edhe kolegëve në Tiranë dhe në Shkup. Jao. Po, faleminderit, po vazhdojmë për pak këtu në Radio Tirana me profesor Geron Kamberi. Profesor Kamberi, duket se faktori shqiptare ishte, si të thuash, në fokusin e politikës Shtetit Bashkuara dikun nga vitet 90 deri në 2010 apo aty rrotull, për arsye edhe të Kosovës, edhe të luftës në Kosovë e të zhvillimeve në rajon. Në opinionin tuaj, si do të jetë e ardhmja e kësaj, domethënë, a do të jetë fokusi i Shtetit Bashkuara mbi vendet tona i politikës apo kështu paket në blok? Besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rajon në raport me faktorin shqiptar kanë zgjidhën dy aspekte shumë strategjike. Spaj rrëzimin e komunizmit në Shqipëri, duke dhënë mundësinë që qeveritë që erdhën pas 90-s të orientoheshin strategjikisht si aleatës dhe demokracisë dhe aleatët kryesor strategjik të Shteteve të Bashkuara në rajon, dhe krijimin e shtetit të dytë shqiptar në Ballkan, me ndërhyrjen që bëri NATO-ja në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me fushatën 24 marsit dhe 10 qershorit 99 dhe shpalljen e pavarësisë Kosovës me 17 qershor 2008. Nga ky moment që po flasim, për Shqipërinë pak më herët, të dy shtetet shqiptare në Ballkan dhe faktorët shqiptar në Ballkan, përfshirë dhe Maqedoninë, të dim që roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen e Ohrit ka qenë vendimtar, po ashtu edhe disa elementë të tjerë, në pakicat shqiptare në Serbi dhe në Maltëzi. Tashmë roli i faktorit shqiptar është t'i tregoj Shteteve të Bashkuara të Amerikës që e ka merituar këtë përkraje, duke konsoliduar dhe fuqizuar demokracinë, ekonominë, edhe duke shëruar nga ato smundjet karakteristike tonat, por veçanërisht ato dy smundjet e fundit të reja që është korrupsioni dhe lufta kundër krimit të organizuar, dhe kjo ka qenë kryefjala e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa në raport me bordin e paqes, besoj që ne jemi dy vende relativisht të vogla për nga pesha, aty ka vende shumë më të fuqishme se sa Shqipëria dhe Kosova, por nga pikpamja simbolike është treguar një mesazh, veçanërisht për shtetet tjera në Ballkan që nuk janë, por megjithatë që nuk përjashtohet që shtetet tjera dhe mund të ftohen, se duhet të harrojmë dhe është një proces, ndoshta ky ngazëllimi në një momentit është i kuptueshëm, por duhet të jemi pak më realist. Ajo çfarë vlerësoj që do ketë mjaft rëndësi është që nëse Shqipëria dhe Kosova do i duhet në një moment të caktuar të mos vendosen në pozicionin sanduiç midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, veçanërisht për aspekte të caktuara që lidhen me këtë marrëveshje dhe mënyrën do të ishte një temë vetë. Dhe mënyrën se si e sheh Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump për rendin e ri global, sepse duhet të theksojmë, kjo duhet të theksuar, presidenti Trump ka një qasje krejtësisht tjetër nga çdo president amerikan në raport me Evropën dhe Bashkimin Evropian. Dhe për ne që jemi nisur drejt atij destinacioni, nuk po them që duhet ta ndërpresim rrugtimin në mes, por duhet shohim nga dy krahët e rrugës. Po. Faleminderit profesor Geron Kamberi për kontributin sot në Pakufi. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë dhe tani edhe përfund edhe fjalën e zotit Ramadani në Shkup. Po jemi Po. Duke shkelur minutat e fundit, Maqedonia në këtë rend ri, si thua, në këtë bord paqes.
më pëlqeti shumë paraqitje e fundit e zotri doktor Geron Kamberi, po. Kamberi, po. Shumë interesant. Po shiko, ne edhe si shtete, edhe si rajon, po edhe si popull këtu në këtë Ballkan ose sidomos në Ballkanin Perëndimor që jemi të koncentruar, shtete të vogla, shtete siç tha zotriu, jo shumë relevante, jo shumë ndikuese etj. Duhet jemi, domethënë qeveritë tona, udhëheqësit tanë, politikanët tanë, duhet jenë në këtë rrëmuj, si të them, politike globale, duhet jenë shumë të kujdesshëm në hapat diplomatike, strategjike dhe geostrategjike që i marrin. Konkretisht po them për botën shqiptare, po them si në Shqipëri, si në Kosovë, por edhe në Maqedoninë e Veriut këtu tek ne. Po përfshi edhe politikanët maqedonanë, sepse jemi këtu, jemi këta që jemi dhe s'kemi ku të shkojmë. Siç tha profesor doktori Geron Kamberi, se duhet të shikojmë në dy anët në të dyja krahat, sepse ne jemi që gati 3 dekada pretendent për të bërë dhe pjesë e Bashkimit Evropian, në anën tjetër themi dhe pretendojmë dhe ashtu është që jemi aleat strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër shqiptarët ose Evropa kohëve të fundit, viteve të fundit, sidomos me ardhen e Trumpit në Amerikë, thjesht është në një lloj gjendje skeptike sa i përket raporteve SBA-Bashkim Evropian. Kurse ne jemi në mesin, në sanduiqin e këtyre dy subjekteve gjigante, po them, mes SBA-s dhe Evropës, me njërin jemi aleat shumë të afërt dhe shumë të lidhur, duke u bazuar në faktin, siç tha zotriu, në krimin e shtetit të ri, pranimin e shtetit të ri të Kosovës, etj. Gjëra. Por në anën tjetër që jemi pretendent për të inkuadruar në BE, dhe këtu është një lloj situate shumë specifike në aspektin e zhvillimeve politike të politikanëve tanë. Vllai Zotit, ta përfundojmë dalin fal, që e ardhmja jonë tjetë shumë e fuqishme, shumë e mirë, shumë e dëshiruar nga gjithë shqiptarët kudo që gjendemi në këto 3 shtete, sidomos mos shumë që jemi të shpërndar, dhe të mos na ndodhë ndonjë gjë që nuk është dëshiruar për të gjithë ne. Faleminderit shumë. Temë gjerë, por që koha e bante veten, ju faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë edhe juve zoti Ramadani. Atëherë të nderuar dëgjues, ne por 1 orë 4 studiot tona folëm për themelimin e Bordit të Paqes dhe paqartësitë e krijimit të rendit të ri botror. Në studion e Radio Kosovës unë kisha të ftuar doktorin e shkencave Behar Haziri, shkencat politike dhe për marrëdhënie ndërkombëtare. Në studion e Radio Tiranës ishte profesor Geron Kamberi nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes. Në studion e Radio Shkupit Bajram Ramadani Asipi, një analist dhe autor librash, dhe në studion e Radios Malizi Nasser Nika, kryetari i shoqatës shqiptare amerikane. Ne kolegë të nderuar e mbyllim këtu emisionin. Ju faleminderit Jaho, Mehmet Ali dhe Paulës, edhe unë me vetë u përshëndes. Miru dëgjofshim të dashur dëgjues. Miru dëgjofshim.